Ka mbi 6 dekada që ky objekt është në funksionim të plot, vetëm që kryeqytetit t'i sjellë sa më shumë shumëllojshmëri lulesh e hapësira të gjelbra. Janë 20 punëtorë të lulishtës së kryeqytetit që bëjnë një punë të jashtëzakonshme, që nga mëngjesi deri në orët e vona të mbrëmjes, me kultivim, mirëmbajtje dhe mbjedhje të luleve kudo nëpër Prishtinë. Kryepunëtorja e lulishtës së kryeqytetit, Nazmie Berisha, thotë se puna fillon qysh herët në mëngjes, me synim që Prishtina të mbizotërohet nga gjelbrimi dhe jo nga infrastruktura e vrazhtë. Gjendemi në lulishtën e ndërmarrjes Gjelbër që operon që nga vitin 1964. Në lulishtën e ndërmarrjes Gjelbër janë 20 punëtorë në këtë njësi, ku mirën me kultivimin e luleve, mirëmbajtjen e tyre, që nga fara e deri në kohën e një fidani të rritur që është për hapësirat gjelbruese, ku me shumë dashni e bëjnë punëtorët që nga mëngjese e deri në mbrëmje për ta zbukuruar Prishtinën që të jetë sa më e gjelbërt, sepse kohët e fundit siç po shihet është betonizuar shumë Prishtina dhe të kemi një ajër të pastër dhe një frymarrje të lehtë. Berisha tregon se përveç luleve sezonale, vëmendje e veçantë po i kushtohet edhe kultivimit të luleve shumëvjeçare, që të jenë të gatshme për mbjellje në sezonin e ardhshëm. Normal që është e vështirë, se temperaturat janë shumë të larta, mirë po vullnetin dhe kënaqësinë që e kanë ndaj luleve e bojnë pa përtesë këtë punë. Lulet i kemi tagetes, petunia, lule zjarri, begonia, këto lule, si çdo herë lulet sezonale, mirë po tash kemi filluar edhe me lulet shumë vjeçare, ku do të fillojmë tash me shkurre, me tjera për vitin e ardhshëm. Zakonisht kemi kombinim të luleve, po ka ndoshta ndonjëherë kërkesë që është e qytetarëve, mirë po gjithmonë jemi të kënaqur me qytetarët, me kërkesat e tyreve që mundohemi m'ia u plotësu sa të është e mundur. E sipas Gent Luzhës, punonjës në ndërmarrjen publike lokale Gjelbër, lulishtja ka mbijetuar deri më sot falë përkushtimit të punëtorëve dhe ndihmesave të vogla nga bizneset të ndryshme, pasi ajo nuk gjeneron të ardhura të drejtpërdrejta. Zemër të Prishtinës e kena një lulishte, e cilën e posedon ndërmarrja Gjelbër, ish hortikultura. Prej 60 vjeç, siç po e shohim, është kjo pika ku Prishtinës ja ka siguru krejt që ka shohim me gjelbrim. Fokusi i jonë si ndërmarrje është që gjdo dru, gjdo lule, gjdo hapësire gjelbërt dhe jo e gjelbërt të bëhet sa ma e gjelbërt. Vullneti shumë i madh është kryesor ajo që e mban ndërmarrjen gjallë. Sa i përket financave, na kemi kontrat, po gjatë është shumë e vogël për nivelin e punës që e bojmë ne, dhe më thonë dhe sasisë. Financa tjera cilat na i gjenerojmë direkte s'ka, po në mënyrë të organizimeve, të kërkesave, të ndryshme, të profileve të biznesit, ose fushave tjera, gjindemi disi. Po mbi gjitha është vullneti që na mban në punë për një Prishtinë sa më të gjelbër. Aktualisht 5 lloje të ndryshme lulesh janë të shpërndara në hapësirat publike të qytetit, por që nga viti i ardhshëm parashihet rritja e shumëllojshmërisë së tyre. Tu kultivohen gjitha llojet cilat domethënë kanë kapacitet mu kultivu të gjitha llojet e bimëve, bimësisë. Ne i kemi 5 lloje të luleve të cilat i kemi bë me marrëveshje, mbas marrëveshjes që kena me drejtorinë e parqeve, të kërkuar nga ata për vendosjen në hapësira publike. Jemi në fazat e shikimit, të ndrimit ose të shtimit të produktit të bimëve shumë vjeçare, cilat jemi në fazat e konsultës, të analizimit, çka janë përfitimet, dhe më thonë, për me mujtë me i shtu Prishtinës një qëndrueshmëri në biodiverzitet pak ma të madhë se sa që e ka pas deri tash.
Ai tregon gjithashtu se ka raste kur qytetarët vullnet mirë i bashkohen stafit të Lulishtës për të dhënë ndihmesën e tyre. Vullneti mirë i Prishtinalive gjithmonë në vrejt. Kjo është edhe me neve, po ka raste kur qoftë anëvisëris, qoftë të shkollume, cilat vinë, japin kontribut, normal që është ma modest se sa punëtor tonë, po që prapë për neve është shumë i shenjtë. Si të është vullnetar, nën kupton që është me vullnet të mirë, edhe e respektojmë shumë edhe i ftojmë gjithë. Dhe me thonë, numri është shumë i vogël, cilët vinë dhe suportojnë, sepse puna është pak e lodhshme, është me dhe, është në hapësirë t'jashtme, me djel, po thjesht kush e dënë, e bënë. Dhe me thonë, prej vullnetit mirë, po, ka pas njerëz, ka iniciativa rinore, iniciativa të organizatave jo qeveritare që i marrin iniciativë për mbjellje, të hapësirave ose të luleve. Në ditën botërore të bletëve, Lulishtja u përfshi me një iniciativë të veçantë të quajtur Mbrojtësja e Bletëve, e udhëhequr nga një vajzë e re me emrin Rozi. Ajo ka krijuar një hapësirë të dedikuar për ushqimin e bletëve, duke ndihmuar në rritjen e numrit të insekteve të dobishme në qytet. Lulishtja i ka 20 punëtor, shumica prej tyre janë gra, ku na e favorizojmë gjinin e marginalizuar, që është me thonë, të cilat janë shumë punëtore dhe janë pa to nuk bëhet gjithë kjo punë. Për na krejt e dim që Prishtina dhe krejt qytetet e pas tranzicioni zhvillohen, me zhvillimin na vjen betoni, i cili është evident kudo që ecim, si rezultat bën largimin e krejt, do me thonë shkatrimin e bimësisë, ose të hapësirave gjelbruse, edhe si pasojë vjen që largohen insekte, largohen shpesë, largohen bota e gjallë. Kjo është njëna prej iniciativat të një vajze shumë vullnet mirë, Rozit, quajtur Rozi the Bee Saver, Mbrojtësja e Bletëve, e cila me iniciativën e saj dhe me përkrajën tonë e kemi bo sa do pak simbolikisht një vend ku bletë kanë hapësirë për mu ushqy ose e kanë lullën e posaçme të tyre për mu ushqy. Krejt kjo është për me misjell bletat, për misjell shpest, me sjell botën e gjallë në qytet, ku mos me mungu natyra, edhe pse jetojmë në qendër qytetit, mos me mungu një natyrë pak ma natyrale, jo thjesht për sy, po na vyn edhe për me ndi atë hapësirë. Në përfundim, Luzha bën thirrje për mbështetje më të madhe ndaj Lulishtës. Prej kur e kom marrë këtë pozitë, kom pas vullnetin mu marrë personalisht me gjetjen e fondeve për ringritjen e Lulishtës qendrës. Deri tash kena gjetur mbështetje prej bankave lokale. Jo sa duhet ose sa na vyn, dikur e 10% fondit e kom siguru, ose e kena siguru me bankat lokale, po ku bëj thirrje, do me thonë për gjithë ata që e dojnë botën natyrën, botën bimore, botën shtazore, mujnë lirisht me ardhë me kontribu në ngritjen e kapaciteteve të Lulishtës, ku në fundit është mushkënia e qendrës Prishtinës. Krejt kjo për mi jep Prishtinës hala ma shumë gjelbrim,